ndodhemi në plazh Durrës. Kemi ardhur këtu, arsyeja që kemi ardhur këtu, shikojeni pak këtë pronën. Kjo është pronë private, jemi në plazh Durrës, zona e Hotel Adriatik. Më ndiq pak më vëmendje. E gjithë sipërfaqja është rreth 1500-600 metra katror tokë, në të cilën 508 metra katror këtë shkruajt me në dokumenta, ndërsa pjesa tjetër është në legalizim. Nëse ti apo miku jot po interesohesh për një vend mirë, sepse këtu është vendi ideal, është me rrugë strume, lagje bukur, lagje qetë, dhe çmimi i kësaj prone është 150.000 euro. Kemi sipërfaqe ndërtimi 150 metra katror në dokumenta. Apo jo, Gjono? Patjetër se po. Tani, siç u tha dhe ofrimi, kemi rreth 1500 metra shtoka total, kemi 150 metra ndërtim. Jemi nga Galaktiku ball për ball, që vjen përke rruga Shkozet Pleba, jemi rreth 400 metra. Nga Hoteli Adriatiku, pra 200 metra mbrapa shinëve, jemi me rrugën kryesore Shkozet Pleba, rreth 70-80 metra. Kjo pronë do shitet 150.000 euro. Kemi 508 metra, i kemi tokë trull. Pjesa tjetër, 1000 metra tjera, jenë në legalizim. Tu t'jep mundësi me ndërtu 2 deri në 3 vila. atëherë Gjono, si që po fliqim neve, po flasim për 1500-600 metra tokë. E kupton? Tokë, e cila ka shumë vlera, sepse jemi në plazh Durrës, Hotel Adriatik, tërgoja pak, sa larg jemi nga pallatet. Shumë afër jemi. Shumë afër. 300-400 metra jemi. Kjo rruga është e shtrume, është asfalt. Me asfalt dhe është me sistem të ujërave të zeza. Fiks Që kanalizimet. është shumë e rëndësishme. Ka sistemin e Pra, kanalizimit. sistemin e ujërave të zeza e ka okej. A Gjono? Toka këtej mrapa afër. Gjono, po Është këtu, gjithë. tu mund bëhen edhe 3-4 vila, Gjono, nëse prishet kjo këtu, tu Patjetër mund po. bëhen 3-4 vila. Ka hapësira madhe. Kështu që, nëse ti do t'investosh, hajde, me telefon Gjonin, ose afrimin, bëjmë pimi kafe, bëjmë muhabet, dokumenta janë dokumenta, 150.000 euro të kap dhe të qoj direkt ke noteri. Direkt po. Atëherë nga këtu, mirë sot afrimi, deri atje në fund rreshton 3 deri në 4 vila. Po, 3 deri në 4 vila. 3 deri në 4 vila këto. Janë mbi 1500 metra. Shtëpia është e vjetër, ka nevojë për restaurim. Atë kemi ujësjellës, kemi Drita.